إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai Xhalla Xhalalu. Selamat ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij. E falendrojmë Allahun e lartësuar që na i mësoi arritjen e këtij muaji mubarak të Ramazanit dhe ju përgëzojmë që Allah Azza wa Jall ja u ka mundsuar dhe juve dhe neve arritjen e këtij muaji, ashtu siç Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte dhe ja uronte shokëve të tij ardhjen e këtij muaji mubarak, ashtu siç ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: "Qad ja'akum shahru Ramadan, shahrun mubarak." Ju erdhi jua muaji i Ramazanit, muaji i bereqetshëm. Kudo që të prekësh në këtë muaj është bereqet, sepse Allahu Jalla wa Ala e ka bërë të tillë bereqet në jetë, në agjerim, në iftar, në sefer, në taravi, në të gjitha sferat gjatë tërë ditës është i bereqetshëm. Për këtë edhe Resulullahu ju ka thënë shokëve vet: "Ja'a shahru Ramadan, shahrun mubarak." Pastaj thot: "Kataba Allahu alaykum siyamah." Allahu i lartësuar e ka bërë farz dhe obligim agjerimin e tij. Pra është obligim agjerimi i këtij muaji për çdo musliman dhe muslimane që ja ka arritur moshën e pubertetit. Tuftahu fihi abwabu as-sama. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E kur të hapen dyert e qiellit, hapet mundësia e rahmetit nga ana e Zotit mbi neve. Pastaj thot: "Wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Dhe mbyllen në këtë muaj dyert e xhehenamit për shkak të punëve të pakta që bëhen, për shkak të gjunohave të pakta që bëhen, që janë shkak që robën me fut në xhehenem. Pastaj thot: "Wa tughallu fihi ash-shayatin." Dhe prangosen shejtanët në këtë muaj. "Fihi lejletun khairun min alfi shahr." E ka një natë që është më e madhe dhe më e vlefshme se nimi muaj. "Men hurima khairaha faqad hurim." Edhe ai që privohet nga kjo natë dhe nga kjo bereqet, ai njeri është i privuar dhe i larguar. Pra Allahu Jalla wa Ala ne ka bërë neve obligim këtë muaj mubarak në mënyrë që neve të shpërblehemi nga ana e Zotit, ta meritojmë rahmetin dhe mëshirën e tij, ta meritojmë rahmetin nga këto dyert që janë hap të qiellit, ta meritojmë hyrjen në xhenet dhe largimin nga zjarri i xhehenemit që janë mbyll dyert e tij në këtë muaj. Për këtë thot poeti: "Ata Ramadanu mazra'atul ibad li tathhir al-qulub min al-fasad." Thot erdhi Ramazani, bashkja e ibadetxhive. Ramazani është bashkja e ibadetxhive që ti pastroj zemrat nga llumi i marrëzive. Pra Ramazani është ai që ne i pastron zemrat nga llumi, nga dytësitë e marrëzive që i kemi bërë gjatë vitit. "Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la wa zadaka fattakhidhu ila al-ma'adi." Jepja hakun me vepra dhe me fjalë, sepse kjo është malli që e merr në botën natam, e vetëm ky na bën dobi. Në botën natam përdoremi para Zotit Jalla wa Ala dhe shpëton robën nga zjarri i xhehenamit. "Faman zara'a al-hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawm al-hasadi." Sot ai që mbjell farat dhe asnjëherë ujë për t'i ujitër nuk mori, ka më u pendu ditën kur do t'i korri. Pra ai i cili mbjell fara dhe nuk i ujit, kur del me i korr s'merr kur gjaheq. Për këtë arsye Ramazani na i mëson që t'i mbjellni farat e devotshmërisë në mënyrë që pastaj t'i ujitni gjatë tërë vitit me vepra të mira, dhe kur dalni para Zotit Jalla Xhalaluhu ta shohni suksesin dhe korrin e veprave të mira. Vetëm atë ditë kur dalmi para Zotit i shohëm.
sepse Allahu Azza wa Jall nuk na ka krijuar kot, po lyp përgjegjësi prej neve. Omer ibn Abdulaziz rahimahullahu ta'ala një ditë prej ditësh e mbajti një hutbë dhe ndër tjera shta: o robërit e Allahut, tha, dini që nuk jeni të krijuar kot dhe nuk do të liheni kot kësaj siç mendojnë të tjerët. Thotë humsi më i madh kush është? Thotë është ai i cili ka dalë nga rahmeti i Allahut, edhe pse rahmeti i Zotit përfshin çdo gjë, i përfshin qiejt edhe tokën. Ky është humsi më i madh nga njeriu, ai i cili del nga rahmeti i Zotit, rahmeti i cili ka përfshi qiejt edhe tokën. Kur Allahu Jalla wa Ala bën mëshirë dhe ne nuk gjejmë në vend në mëshirën e tij, vaj halli për neve. Xheneti është sa mes qiejve dhe tokës. Një derë e tij është me mijëra kilometra e gjatë. Dhe nuk na nxen neve me hyrë në xhenet, vaj halli për neve. Pse o të dashur vëllezër ndodh kjo? Për arsye të mosdevotshmërisë. E një prej arsyeve që ne na bën më të devotshëm është pikërisht agjerimi. Sepse Allahu Jalla wa Ala thot: ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besu dhe i keni thonë vetit musliman, ju është bërë obligim agjerimi i muajit mubarak të Ramazanit. Ashtu siç ka qenë obligim tek ata të cilët kanë qenë para jush. Për çfarë Zot? La'allakum tattaqun. Në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Në mënyrë që të bëheni të devotshëm, sepse robi në Ramazan bëhet më i devotshëm se sa muajve të tjerë, sepse prej syfyrit deri në iftar nuk ha dhe nuk pen, bëhet i devotshëm, e ruan veten e tij nga haja dhe nga pija dhe nga epshi, e ruan veten e tij nga fjalët e dyta, e ruan veten e tij nga shikimi haram, nga dëgjimi haram, nga prekja haram dhe nga shkuarja në haram, ruhet dhe bëhet më i devotshëm. Dhe këtë e don Allahu Jalla wa Ala prej robit, sepse sinqeriteti e dërgon njeriu në devotshmëri, dhe devotshmëria e dërgon njeriu në xhenet. Për këtë edhe Allahu Azza wa Jalla i ka bërë obligim këtë muaj mubarak dhe e shpërblen shumë, ashtu siç ka në hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: kullu amali ibn Adam lahu yudha'af hasanatan bi 10 amthaliha. Çdo punë që bën robi është për të. Dhe shpërbleje prej 10 deri në 700 fish ila 700 dhafin. Pra çdo vepër që ne e bëjmë është për robin, i kthehet atij prej 10 deri në 700 fish, Allahu e pagun. Illa sawm fa innahu li. Përveç agjerimit, thot Zoti, ai është për mua e veçantë. Përveç agjerimit, ai është ibadet i veçantë për Zotin Xhella Xhelalu. Çdo ibadet tjetër ne mundemi me pas syfaqësinë e. Mundemi me bë për të tjerët dhe jo për Zotin. Ardha e në xhami mund me qenë syfaqësi. Mund me thonë shkoj në xhami se ka shku filani. Ky nuk shpërblehet. Dhënia sadaka mund me pas syfaqësinë e, sepse mundemi me dhënë sadakë me thonë filani është bujar. Shkura në haxh mund me pas syfaqësi, sepse ka shku filani që ka jadon të arnej kapuqin. A mundet me pas. Shfaqja me besimtarët mundet me pas syfaqësi për interesat ndryshme. Ama agjerimi s'ka mundësi. Nuk ka mundësi me pas syfaqësi. Nuk ka mundësi dikush me agjeru për të tjerët. O agjeron për Allahu Jalla wa Ala, ose agjeron fare hiç. Për këtë edhe Allah Azza wa Jalla thot: ai është i veçantë për mua, edhe unë e shpërblej për te. Askush nuk e din shpërblimin e agjerimit, vetëm Allahu Jalla Xhelaluhu. Gjitha vepra tjera, një namaz shpërblehet prej 10 deri në 700. Një sadaka mund më shpërbly prej 10 deri në 700 fish. Një vepër e mirë, cila do të qoftë ajo, shpërblehet prej 10 deri në 700. Agjerimin nuk din me lajket me shkru sevapin e tij. E lan te Zoti Xhella Xhelaluhu, e Allah thot: wa ana ajzi bi. Unë të shpërblej për te. E agjerimi bëhet shkak që robin me shpëtu nga zjarri i xhenemit. Kur mirën dhe matën veprat e tij, ka mundësi thot që robit t'ja mujnë të gjitha veprat e liga veprave të mira. Dhe me lajket dojnë me e marë me e qu në xhenem. Allah Azza wa ka dalë se halas ja kom matë agjerimi. Halas ja kom matë agjerimi. Agjerimi jo mund krejtave dhe futet në xhenet.
Ndaj dashur vëllezër, shikoni çfarë vlere, çfarë vepre e madhe është agjerimi, çfarë sinqeriteti përbën në vete ky muaj mubarak dhe ky ibadet i veçantë dhe kjo shtylla e Islamit. Andaj t'i rrim gati, t'i adham hakun ashtu siç duhet, të agjerojmë për jetë Zotit, mos mirëmi me të tjerët, mos i ndëgjojmë llafat e të tjerëve, nënçmimet e të tjerëve, fyrjet e të tjerëve ndaj neve, po ta ruajmë agjerimin ton, sepse atë ditë kur dalmi para Zotit xhalla xhalaluhu, do shohim shpërblimin e tij duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na bëj prej atyre robërve që Allah është i kënaqur me neve. Na i mësoj agjerimin e këtë muaj mubarak të tërin, duke qenë ai i kënaqur me neve. Na i mësoj veprat mira sa më shumë në këtë muaj mubarak, duke lutur Allahun xhalla wa ala që të na mësoj të jetojmë faqebar në këtë muaj, dalmi faqebar nga ky muaj, dhe Allahu xhalla wa ala të jetë i kënaqur me neve dhe të na falë ditën e fundit të Ramazanit, ashtu siç i falë robërit e tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.